Një 66 vjeçar nga Gostivari mbrëm bashkë me familjen e tij janë sulmuar fizikisht nga 8 persona. Rastin e kanë konfirmuar edhe nga policia, nga ku thonë se ngjarja ka ndodhur mbrëm rreth orës 22:30 minuta, kur 66 vjeçari me inicialet AH ka qenë bashkë me familjen në banesën e tij që gjendet në rrugën Pançe Popovski në Gostivar, kur fizikisht janë sulmuar nga 6 meshkuj dhe 2 femra. Të denoncuarit apo të dyshuarit e rastit fillimisht kanë goditur ndërsa më pas me ndihmën e gjësendeve të forta kanë arritur ta hapin derën dhe janë futur brenda, njoftojnë nga policia. Ata me këtë rast e kanë sulmuar të moshuarin, ndërsa më pas edhe gruan e tij, djalin, nusen dhe vajzën, por edhe një familjar të tyre që gjendej atje në ato momente, duke ju shkaktuar të gjithëve lëndime të dukshme trupore, por edhe duke vendosur në pikpyetje edhe sigurinë e tyre. Sipas policisë, arsye e këtij sulmi ka qenë një mosmarrveshje më hershme në mes të 66 vjeçarit dhe njërit nga pjesëtarët e sulmuesve. Vetëm pak kohë më vonë, për shkak të pjesëmarrjes në dhunë, janë arrestuar AH 47 vjeçar dhe RH 28 vjeçar, ndërsa në stacion policor në Gostivar për bisedë janë ftuar edhe EA 26 vjeçe, MA 51, GH 22 dhe GH 24 vjeçe. Organet kompetente kanë ndërmarrë të gjitha masat për zbardhje të rastit.